Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditjen e kësaj të martë në Vlorë, ku një qen i racës pitbull ka kafshuar një vajzë 4 vjeçare. Voglushja në momentin e ngjarjes ka qenë e shoqëruar nga gjyshja e saj. Ngjarja e rëndë është shënuar në zonën e Lungomares në Vlorë dhe siç mësohet, qeni dyshohet të jetë papronar. Si pasojë e sulmit nga qeni, e mitura ka pësuar dëmtime në pjesën e kokës. Fatmirësisht, ndërhyrja në kohë e një punonjësi të bashkisë shpëtoi vajzën nga një lëndim fatal. Qeni po kalon atje, një doktor qeni i kapi kokën direkt. Vajta me shpejtësi e ka pa lidha komplet në zinxhir, që lidha. Qeni ishte pa pronar apo? Pa pronar, s'ka pronar. Ishte rrugës. Ai ka 3 ditë këtu për do. Shpëtoi fati asaj edhe që ndodha unë në moment. Ajo është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku aktualisht po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, qeni është mbajtur i lidhur dhe pritet të merret në administrim nga autoritetet policore. Më pas ai do të dërgohet në një qendër të posaçme për trajtimin e kafshëve.